Fabrika që po e shihni këtu mbrapa meje është ndërtuar në fund të viteve 70. Menjëherë pas luftës ka filluar dhe rifunksionalizimi i kësaj fabrike, ku tashmë 20 vite këta mirën me përpunimin e farave të grurit, me një kapacitet prej 20.000 kilogramve. Ka pasur edhe parcela që ka shku deri 7 tonë, ndoshta edhe më shumë. Përse e dytë shkon në makineri që quhet selektor. Selekton gruri i cili mundet të shku për farë, është tavolina gravituese, e cila e ndon kokrat e grurit sipas peshës. Dhe pas tavolinës gravituese është fungicidi. Pjesa e fungicidit, po mos friksohen ata që kanë me i përdora, është vetëm pjesa e cila i mbrohen gjatë kohës kur qëndrojnë. Procesi tjetër është që duhet me kry nga inspektor, fitosanitar, parën a ka pasetina, a ka bimshmerin për me shku treg. Që jep garanci atyre cilët të sjellin farën këto dhe atyre cilët kanë me i ble produkte për juve. Ne i kemi dhënë shumë rëndësi cilësisë. Dhe në rajon nuk ka si selektime më të mirë. Fara vendore është shumë më mirë. Aty thasë veç po paketohen, e na po shkojnë po vim mrena në fabrikë. Zakonisht 400 deri në 500 fara për metër katror. Vim në Hungari si kategori parë edhe bazike. Pastaj është shumë zor. Ai fermer që e ka ble farën tonë, ja sigurojmë në kurrë edhe shitjen mundem të sigurojmë. Zakonisht ne kemi fermer që kanë farën tonë. Çdo të diel nga ora 17:40 Fara, emision me Davin Millakun.